Blero duket se është më i dashuruar se kur dhe këtë po e dëshmon jo vetëm me fjalë, por edhe me gjeste që flasin vetë. Këngëtari i njohur ka surprizuar bashkëshorten e tij, Eronitën, me një dhuratë luksoze, e cila menjëherë ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale. Eronita, e cila është mjaft aktive në Instagram dhe shpesh ndan momente nga përditshmëria e saj, ka publikuar së fundmi një fotografi ku shfaqen disa dhurata elegante dhe të shtrenjta. Në mesin e tyre bie në sy parfumi luksos Dior Adore, çokolata premium Leonidas dhe Bayadera, duke reflektuar shije të rafinuar dhe kujdes maksimal në përzgjedhje. Por ajo që e bëri postimin edhe më domethënës ishte përshkrimi i shkurtër, por shumë emocional, mirënjohëse për një bashkëshort që kur nuk gabon. Kjo fjali e thjesht u interpretua nga ndjekësit si një dëshmi e qartë e dashurisë dhe harmonisë që çifti po jeton. Ky gjest i Bleros u komentua gjerësisht nga fansat, të cilët e vlerësuan këngëtarin si një partner të përkushtuar dhe romantik. Çifti vazhdon të shihet si një nga më të komentuarit në showbizin shqiptar, duke treguar se dashuria, kur shoqërohet me vëmendje dhe respekt, nuk kalon kurrë pa u vënë re. Me sa duket, për Bleron, Eronita mbetet gjithmonë prioritet, dhe këtë ai di ta tregojë në mënyrën më elegante. Na bëni subscribe dhe një koment për këtë lajm dhe shihemi në lajmet e radhës, ju faleminderit.